Çudit në këtë vendin ton të vogël s'kan të sosur, pasi nga njëra anë një vëlla hetohet dhe bën pjesë në grupin kriminal që zhvati shtetin me 10 milionë euro dhe nga ana tjetër vëllai tjetër është përfaqësuesi kryesor i Shqipërisë pranë institucioneve të Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për gëzim dhe Ferit Hoxhën, ku gëzimi është nën akuzë dhe me mas siguri nga SPAK si pjesë e grupit kriminal të Akshit, ndërkohë që Feriti vijon i qet detyrën si ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqi plot i Shqipërisë në BE që prej muajit korrik 2024. Feriti dhe gëzimi gjatë 3 viteve të fundit kanë psuar ndryshime në të mira materiale, ku gëzimi ka marrë 10 miliona euro tender sekret nga qeveria me ndërhyrje e klanesh, ndërkohë që Feriti pas ulje ngritjeve në karrierën diplomatike u katapultua si njeriu kyç i integrimit. Këto radhë s'kan as pak qëllim që të ulin figurën e çdo njërit prej tyre, por në mungesë të një reagimi sidomos të diplomatit, do mundohemi të hedhim dritë mbi aktivitetin e të dyve, ku në disa raste aktiviteti publik i Feritit ndikon drejt për drejt në aktivitetin privat të gëzimit. BE-ja ka nisma dhe mekanizma që mbështesin kompanitë të teknologjisë së informacionit me donacione, kredi apo mbështetje logjistike, ku normalisht njeriu që bën ndërlidhësin e Shqipërisë me BE-n është Feriti. Nga ana tjetër gëzimi ka në pronësi plot 3 kompani. Më e vjetra ka fituar 10 miliona euro nga Akshi për pajisje dhe programe të teknologjisë dhe 2 të tjerat i ka regjistruar fiktivisht në parkun Durana në Xhavzotaj. Këto mosipër janë vetëm ato që realisht bëjnë vëllezërit, ndërkohë që lidhjen mes të dyve, nëse puna e njërit ndikon te tjetri apo te bashkëpunëtorët e vllajit, mund ta zbardhin institucionet ligjzbetuese. Fakti është që emri i Gzim Hoxhës dhe kompanisë së tij First ndodhet në shumë fashikuj të dosjes së Akshit, ku vet vllai i ambasadorit hetohet për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në formën e bashkëpunimit të grupit të strukturuar kriminal. Po hetohet edhe për grupin strukturuar kriminal kryerje e veprave penale nga organizata kriminale. Në një kohë që Ferit Hoxha u emërua ambasador në BE në muajin korrik të vitit 2024, vllai i tij Gëzim Hoxha vjonte të fitonte dhe të merrte tender sekret nga qeveria, një prej cilëve në vlerën e plot 60 milionë eurove. Inaciko, një prej vartësve të Ermal Beqirit, aktualisht me mas siguri shtrënguese, po që nuk është ekzekutuar, ka deklaruar se ka pasur marrëdhënie financiare dhe kanë bashkëpunuar me disa firma, njëra prej cilave edhe First me pronar Gëzim Hoxhën. Në dosjen e SPAK-ut, të hulumtuar nga Vox News, detajohet se janë bërë kreditime nga firma First te kompanitë e Beqirit apo Agasit në shuma që shkojnë deri në 1.2 milionë euro. Këto kreditime janë realizuar në dhjetor të vitit 2024. Prokuroria ka zbuluar se kompania e Gzim Hoxhës First ka kaluar fonde në llogarinë e subjektit EA Solution në shuma të konsiderueshme. Faktet janë evidente tashmë të zbardhura plotësisht nga SPAK, por që deri më tani janë lënë ajër për shkak se po këta individ janë shfaqur edhe te parku fiktiv Durana në Xhavzotaj të Durrësit. Faturimet e kryera nga EA Solution SHPK në drejtim të 3 subjekteve të tjera janë fiktive dhe me qëllim për fitimin e parave që rrjedhin nga procedurat e prokurimeve të paracaktuara nga grupi kriminal, thuhet në dosje. 2 biznesmenët e tjerë në dosje, Andis Papa dhe Gzim Hoxha, kanë kontaktuar shërbimet e EA Solution nëpërmjet Ermal Beqirit, i cili i ka drejtuar te ky subjekt. Pra, të gjitha aktivitetet drejtohen nga shtetasit Ermal Beqiri dhe Yrgys Agasi me qëllimin përfundimtar për fitimin e paligjshëm të fondeve të marra nga kontratat publike me institucionin e Akshit, thot SPAK-u. Në dosjen e Akshit detajohet edhe dëshmia e vet biznesmenit Gzim Hoxha, i cili ka deklaruar se firmën e ka prej vitit 2008, ndërkohë që është fokusuar te siguria kibernetike. Në dëshmi ai ka pranuar indirekt se ka paguar një shumë prej rreth 600.000 eurosh si rishfet, ndërkohë ka bërë edhe fatura të tjera me 2 biznesmenë kryesor të shpallur në kërkim. Dëshmia e tij kryesore ka qenë për një super tender sekret, i cili nuk dihet ende sot e kësaj dite se çfarë është bërë. Kemi patur edhe një bashkëpunim tjetër për shkak se vitin e kaluar, ndoshta në muajin tetor 2024, ne kemi fituar një procedurë tjetër prokurimi me Akshin me një vlerë të lartë prej rreth 60 milionë eurosh. Ky tender është sekret dhe aty kemi nën kontraktuar disa shërbime me shoqërinë EA Solution, të cilat kanë një vlerë prej rreth 60 milionë lekësh të reja, ka pohuar Hoxha. Për koincidencë ose jo, koha në të cilën ka fituar tenderin dhe ka bërë pagesën prej 600.000 eurosh përkon me kohën që vllai i tij Feriti të jetë emëruar si ambasador i Shqipërisë në BE. Në dosje citohet se Mirlinda Kaçanaj, drejtoresha e Akshit, e cila po hetohet me masën e sigurisë rreth shtëpie, ka vendosur kriteret paligjshme të procedurat e prokurimit që favorizonin dhe u krijonin privilegje të padrejta për disa operatorë ekonomik, ndër të cilët edhe First. Gëzim Hoxha ka rol aktiv në pjesëmarrjen dhe përfitimin e paligjshëm të procedurave të prokurimit, të cilat diktohen nga shtetasit e sipërpërmendur. Ai ka kredituar shumë të konsiderueshme të shoqëria EA Solution, thuhet në dosje. Ndaj Hoxhës është caktuar masa e sigurisë ndalimi daljes jashtë shtetit, teksa ai hetohet për pastrim parash të kryer në kuadër të organizatës kriminale. Ai është urdhëruar nga gjykata e posaçme që të mos largohet nga territori i Shqipërisë. Të dhënat e analizuara nga Vox News flasin se Gzim Hoxha ka ngritur një skem për pastrimin e parave që merrte nga tenderët, duke i xhiruar në kompani të tjera me të njëjtën fushë apo së fundmi edhe në kompanitë virtuale të Duranës. Fijet mes Gzim Hoxhës dhe Ermal Beqirit, krahas pjesëmarrjes në grupin kriminal të Akshit, lidhen te Durana. Një park i ngritur nga Elira Kokona e Korporatës së Investimeve Shqiptare, e cila pa ndërtuar asnjë godin, zhvendosi në atë adresë rreth 50 firma me pronare emra të njohur, disa prej cilëve me dosje në SPAK. S'kishte si të mungonte as Gëzimi, i cili me njohjet apo bashkëpunimet që kishte bërë hapi kompaninë Cybermind Labs. Ai e regjistroi në QKB në muajin nëntor të vitit 2025. Adresa e kompanisë sipas dokumenteve është në Shijak, Durana
Rama Tech Park, rruga Ahmet Zogu, njësia administrative Xhavzotaj. Objekti i kompanisë është krijimi dhe funksionimi i laboratorëve të kërkimit dhe zhvillimit në fushat ICT, AI, ML, IoT, digitalizim dhe siguri kibernetike. Në të njëjtën kohë, nëntor 2025, Gëzim Hoxha hapi një tjetër kompani guacka apo fiktive me adresë në Xhavzotaj duke e quajtur Box Artificial Logic. Shkodrani duket se ka lindur me këmish pasi me një lëvizje arriti që të regjistrojë 2 firma me bekimin e Elira Kokonos, e cila në kombimi falte taksa, dividendin apo lehtësi doganore. Një skemë mirëfillt për të pastruar paratë marra nga tenderët sekret, ku ende sot e kësaj dite nuk dihen me saktësi se sa para ka marrë në total Gëzim Hoxha apo njerëzit që fshihen pas tij.